Duhet patjetër politika, të cilat nuk mundet t'i sigurojnë vetëm strukturat ligjzbatuese, por duhet një multifunksionar institucional, pra mund të jenë institucionet të shumë fishta që do të hyjë ekonomia, sociali, siguria dhe element tjerë për të krijuar masa dhe për të bërë dhe ndryshime, qoftë ligjore, qoftë ekonomike, qoftë përfshirjen e të rive në aktivitete të tjera dhe për t'i orientuar dhe për të drejtuar drejt ekonomisë, drejt biznesit, drejt punës, me qëllim që këto të rinj të mos përfshihen në aktivitete të krimit. Deri tani janë dorëzuar mijëra armë e granata, por institucionet pranojnë se rreth 200.000 armë zjarri mund të jenë ende në qarkullim. Shqipëria ka zhvilluar 2 amnisti kombëtare për dorëzimin e armëve, më e fundit në vitin 2017, kur qytetarët mund t'i dorëzonin pa ndryshkim penal. Sipas një studimi të bërë nga OSBE në bashkëpunim me Ministrinë e Brendshme, rezulton se 11.9% e familjeve shqiptare posedojnë armë zjarri. Por me kalimin e viteve dhe me rikthimin e dhunës me armë, po shtohet zëria atyre që kërkojnë një amnisti të re për të nxitur qytetarët që ende mbajnë armë në shtëpi t'i dorëzojnë ato. Policia duhet godasi rrjetin e transportit të armëve, pra ato të cilët e furnizojnë vendin dhe jo vetëm me armë. Duhet patjetër, paktën sipas mendimit dhe gjykimit tim, të bëj ka modele nga vende të ndryshme që për të mbledhur armët që janë në qarkullim, ndoshta krijojnë dhe një amnisti, ne kemi patur disa të tilla për të mbledhur armët e 97-s, por ndoshta është koha për të bërë dhe një amnisti tjetër dhe ndoshta dhe një stimulim ku të jepen armë personave, të jepen para në këmbim të shkëmbimit të armë, pra dorëzon dhe ti mund t'i ofrosh diçka. Pyetja që shtrohet është, a mund të ndihmojë një nismë e tillë për të ulur numrin e armëve në qarkullim, apo është shumë vonë për të çarmatosur shoqërinë shqiptare? Kemi shumë punë për të bërë, pa diskutim që duke bashkëpunuar me qytetarë, duke bashkëpunuar me media, duke bashkëpunuar me të gjithë faktorët dhe aktorët që duan rendin dhe sigurinë në këtë vend, bashkërisht mendoj se dita ditës fenomeni i armbajtjes pa leje do të goditet e rëndë dhe nuk do të kemi më në qarkullim këtë numër armësh që unë thash pak më parë. Armët nuk janë vetëm mjet krimi, ato janë burim pas sigurie, frike dhe pasoje e një kulture dhune që po trashëgohet brez pas brezi. Për shumë familje shqiptare, një armë në shtëpi është kujtim, por edhe për drejtësinë është shkelje ligji dhe kërcënim për jetën. Prandaj thash që duhet një amnisti, është më së nevojshme, të paktën sipas gjykimit tim, por duhet dhe një program dhe një aksion i përbashkët i shumë institucioneve për të ndaluar këtë fenomen të rrezikshëm, që të rinjt kanë dëshirën për të patur një armë. Ky është fenomen që nuk ndalohet nga policia, është i ushqyer nga tradita, është i përgatitur që në vegjëli, ne kemi traditë që prindrit, lodrat, paktën edhe brezion, lodrat e vitit të ri ishin me patjetër me një armë lodër që i bëhesh dhurat fëmijëve. Pra, ne kemi filluar që të trajtimi që prindrit në vend që t'i largojnë nga armët, në vend që të drejtojnë fëmijën drejt një programi më edukativ, më social, shkojnë dhe e bëjnë këtë duke menduar që do bëjnë gjën më të mirë, por duke ditur që fëmijët ushqehen dhe rriten me këtë frymë dhe prandaj kemi dhe një dëshirë, ndoshta si në asnjë vend tjetër, që të rinjt kanë dëshirë ose me leje ose pa leje të kenë një armë zjarri. Rinia po rritet me një ndjesi të re me fuqie. Nëse nuk ndryshon qasja shoqërore, armatose e brezit të ri do të vazhdojë të prodhojë viktima, jo siguri. Rastet ku të rinjt pas një konflikti kanë përdorur armën e zjarrit janë të shumta, kështu që ky është një tregues i cili na jep të kuptojmë që të rinjt gjithmonë po tentojnë për të patur një armë zjarri. Arsyet pse kemi përfunduar në këtë janë të shumta,
kryesisht të rinj të cilët aktivitetin e tyre e kanë të lidhur kryesisht me elemente të krimit, kryesisht me vepra të cilat kanë të bëjnë me çështjet e drograve, me krimin brenda. Policia e shtetit e theksova dhe në fillim që e ka prioritare parandalim dhe goditjen e armbajtjes pa leje, por ka akoma më prioritare sigurinë e nxënësve në shkolla, sigurinë e të rinjve, dhe për këtë arsye duke nisur dhe nga impakti që kanë të rinjt në përfshirje në fushata sensibilizuese, pra përfshirje nxënësve në fushata sensibilizuese ka më impakt tek prindrit, ka më impakt tek qytetarët se sa përfshirja e aktorëve të tjerë në këtë fushatë. Dhe në këtë aspekt ne duam që të ndërmjetësojmë nxënësit që në shkollë që armbajtja pa leje